Çfarë ndodhi? Çfarë vendimi morën? E humbën betejën të dy na përjashtuan. Dhe bursa e Aslës ka për të ndërpritur. Më vjen shumë keq, nën. Mos qaj, bia ime. Mos qaj, në rregull, në rregull. Hajde le të shkojmë. Aslı. Zonja Hedie. Nëse dëshironi, mund ta shpëtojmë të ardhmen e Aslës së bashku. S'ka rëndësi nëse i ndërpritet bursa. Nëse më lejoni mua, unë mund të marrë përgjegjësinë e plot për Aslën. Faleminderit shumë, zonja Julide. Por nuk mund të pranoj këto. Mirupafshim. U knaqe tani? Me vetdi e shkatrove jetën vajzës. Tarik përsi e i nervëzuar me mua, zbëra asgjon, dhe përveç asaj, që na intereson neve kjo. Le t'ja mendojmë prindrit e saj për këtë. Mimtas, ndonjëherë nuk e kuptoj si e duron veten. Po, në rregull. Çdo qoftë do marr dokumentet e nënshkruara, ti merr me pjesën tjetër. Nan? Vëlla Korajti mund të shkosh nëse do. Mos të shqetësohet më tepër te Zerazia. Jo, nuk shqetësohet. Përveç asaj dua dhe të përshëndetë të Nural. Pastaj do pushoj e do iki. Nan? Shiko, ende po fle ajo. Edhe tezja do t'jetë në gjumë, më mirë shkoti. S'ka problem. Do pi ndonjë kafe e do iki. Se kam me nxitim. Qarë pas ka ndodhur këto? Pas ka Gjak këto, Gjak. Ku është nëna ime, nën? Gjak, ka pas ka ndodhur diçka, nën? Nën! O, zoti madh. Arritëm në kryqëzim. Më falni, na duhet të shkojmë në spital.
Ai idioti Xhengizi është duke u mbytur në borxhe. Sille këto që të flasim. Dëgjova që policia arrestoi Xhengizi për shkak të borxheve. E di që është futur në burg sa për të shpëtuar prej meje. Shpërndaj fjalën. Ai duhet paguaj borxhin e tij, për ndryshe do e vras. Lajme të këqija? Valla, ne I blem biletat për në Izmir. Do nisemi së shpejti. Gati I kemi të gjitha valigjet. O rrugë të mbar. Të përshëndetemi, valla. Do t'i telefonoj unë Nuranit kur të arri atje. Miru pafshim, motër, miru pafshim. Daj, mua me të vërtet më vjen shumë keq. Nuk deshëm që të fusnim në këtë lloj situate. Të kërkoj ndjes përsëri. Jam mirënjohëse për gjithçka që keni bërë. Miru pafshim, bi. Ikni. Bëhuni gati tani, sepse unë kam ca punë për të bërë tani. Pasi ti rregulloj, do të vit ju përshëndes. Zhilide? Përse nuk më pritet ti? A kemi kohë të mendojmë për ty, Mumtaz? Para apo është si gjithë faji im, apo jo? Po, është faji yt. Kishe mundur të ndaloje para se të arrinte në këtë pikë. Jeta e një vajze e re u shkatrua para syve tanë. Unë bëra çmos, por e di se si është me komisionin disiplinor. Ata e marrin çdo gjë që është shumë serioze. Ç'të bëja unë atëherë? Ti kapja se cilën një nga një përfyti? Mos më trego broçkulla, Mumtaz. Nëse do doje me të vërtet, do e kishe bërë. Zhilide, unë përpoqja ta ndaloja. Ishin gati ta përjashtonin djalin ton nga shkolla, por arrita ta shpëtoje vetëm një ndëshkim të vogël. Më vjen keq, por e kam me më shumë rëndësi Ozanin. Çfarë ndodhi? Në shpirt. Edhe njerë para se të shkojmë, po t'i flisja Ozanit. A do zemroheshe? Për t'i thënë lam të mirë. A I bëri atë shumë gjëra vetëm për të më shpëtuar mua. Unë s'pata mundësia së ta falemderoja. Vetëm 2 minuta të lutem. Vetëm mos e zgjat, do na iki autobusi. Në rregull, në shpirt, nuk do e qas. Faleminderit.
Aslı? Do kthehet në Izmir me nënën e saj, bi. S'kan mundësi të përballojnë shpenzimet e shkollimit. Nuk mendoj se do të pranonin ndihmë nga askush. Më vjen shumë keq, baba. Por ato po kthejnë në shtëpinë e tyre për gjithmonë, apo jo? Pra, sa keq. Isha duke kaluar shumë mirë masën, është për të ardhur keq. Sidoqoftë, bi, jam pak i zënë tani. Flasim sonte në mbrëmje. Mirupafshim. Mirupafshim, baba. Mirupafshim. Shqyr zoti të shpëtuam. Më në fund do ikin tani? Nën, dua të shkoj unë. Kam dëshirë të shoh Asën të trishuar duke i kur s'mund ta humbas këtë. Vajze çmendur. Më dëgjo mua. As mos guzo të ngatërosh më tani që po largohet. Mund të marri vesh Ozani, po t'lutem. Jo, nuk do përfshesha. Le të ik vete të qaj në lagjen e saj të varfër. Shijoje këtë gjë, lulja ime. Në rregull. A mund të më ndihmoni pak? Jam mbyllur këtu brenda. Fati? Qenë ke mbyllur brenda? Po, jam unë, profesor. Profesor, jam vonë për takimin, duhet të nisim me njëherë. Nuk ka nevojë, Fati. Bordi e mori vendimin. Fëmijët tani janë të pezulluar. Unë po shkoj në shtëpi. Ke 2 orë që më ke kapur krahun duke më zvaritur andej këndej derë më derë po më tërheq. Ai, mojteze, nazife dhe ti, sa shumë ankoheshe dhe dërdëllisje gjatë të gjithë rrugës, vetëm me 2 persona u takuam ne të 2, aq shumë u lodhe ti. Teze Razie. Aha, ja ku po na vjen edhe çifti i dashuruar. Teze Razie, ku është nëna ime? A nuk është në shtëpi bia ime? Jo, kishte gjak, në dysheme kishte gjak, kishte ndodhur diçka i ndodhi nënës time. Për çfarë po fleti? E shkreta grua kishte rënë, duket sigurisht e prerë diku. Diçka ka ndodhur, mendoj. O zoti i madh. Eylül, zemër. Nëna jo të rëzua dhe i rat fikët, njëri e mori në krah. E qoj në spital. I kanë drejt rrugës kryesore. Nën? Motër, ti ri me teze nazife në rregull? Vrapo koraj, vrapo. A ka njëri? Mund të më ndihmoni? Çfarë ndodhi? Nuk e di. Silli me një barel. E gjeta pa ndjenja. Do e marrim në trajtim të menjëhershëm. Ju lutem regjistrojeni nënën tuaj. Jo, dua të them ato, e din që bursa e Aslës mund të ndalohet. Por ajo është studente e suksesshme. Si mund të ndryhim në të ardhmen e saj, profesor? Do doja të mund të përgjigjesha për këtë gjë. Nëse nuk do të më kishin mbyllur këtu, do të ishte shumë ndryshe. A ishte dera e mbyllur nga jashtë? Po, profesor, është sikur dikush më mbylli brenda. Kush mund ta ketë bërë këtë? Njoh dika që mund ta bëj këtë. Kam diçka për të thënë. Bordi është në mbledhje? Po, ishin duke diskutuar edhe ca pika tjera. Shkëlqyer. Atëherë, ende e kemi në dorë mundësim për të bërë diçka. Ozan, unë nuk kam edhe shumë kohë.
Ne pas pak do të nisemi nga këtu. E di, Nuk pata mundësin të të falenderoja. për çfarë? Që ta kam shkatruar jetën? Që të kam shkaktuar të lashe që kur ke ardhur? Është e vërtet që më ke shkaktuar të lashe. Por gjithmonë ke qenë ti ai që më ka nxjerr nga ato. Pra je njëkohësisht edhe një hor, por edhe një hero për mua. A vërtet nuk do të shoh më asnjëherë? Atëherë po largohem dhe unë. Oza nuk bën. Po me shkollën çfarë do ndodh? Nuk mund ta bësh këtë. Oza, nuk mund ta lësh shkollën ti. Ti do të diplomohesh. Ma premto mua këtë. Aso nuk mund të ri këtu asla. Pasi më ka vdekur i matë, kjo shtëpi është bërë ferë për mua. Më duke sikur nuk ishte më shtëpia ime. Dhe pastaj erdhe ti. Fillova që të ndihem si në shtëpinë time. Tani s'ka kuptim të ri këtu pa ty. Lam të mirë. Do të takohemi përsëri një ditë. Ta dish që do të pres edhe nëse kjo do të thot për gjithmonë.
Ozan, mos ma bëj mua këta. Mos shko. Dëgjo, bire, e di që je shumë i mërzitur, por nuk mund ta lësh përsëri shkollën. Tani nuk kam asnjë arsye të ri këtu. Asla po largohet. Ozan? Birë, ku po shkon kështu? Ozani po ikën. Po e braktis përsëri nënën e tij. Unë nuk po të braktis. Do të jemi të ndarë për gjithmonë. Thjesht nuk do të jetoj më këtu. Ozan, edhe sa herë do e bësh nënën tënde të duroj këtë lloj dhimbje. Së vjen keq fare? A nuk e sheh në çfarë gjendje është? Ju lutem më lini të përgatitem tani. As i kam ndërmend të ndryshoj mendje. Zhilide, eja këtu e dashur. Nuk do të ndryshoj mendja Ozani. Hajde. Përshëndetje të gjithëve. Jam kryetari i Komisionit Disiplinor Fatia Ayaz. Për shkak të rrethanave nuk mund ta jem këtu sot. Prandaj të gjitha vendimet që keni marrë deri tani janë të pavlefshme. Meqense shkërcësia juaj nuk mori pjesë në takim, vetë zoti Mumtaz më dha leje të veproja në emrin tuaj. Fatkeqësisht, zotri Mumtaz nuk ka autoritetin të bëjë këtë lloj ndryshimi minutën e fundit. Mund të kontrolloni rregulloret. Si kryetari i komisionit tuaj disiplinor, do të doja të diskutoja edhe një herë vendimin që morët në lidhje me studentët tanë, Ozanin dhe Aslën. Zoti Mumtaz nuk është në dispozicion këtë. Mund një antar të mungoj në bordin e administratorëve. Ju e dini shumë mirë këtë gjë. Zotri Fati, ju lutem zini vendin. Përshëndetje Xhaxha Mumtaz. Babaj më tregoi se çfarë ndodhi. Më erdhi shumë keq. Erdha të shija si është Ozani. Hyrë brenda vajza ime, hyrë brenda. Eja, eja. Teta Zhylide, mos qaj. Ju lutem. Ozani thjesht u pezullua, nuk është fundi i botës. Mos e mendoni këtë, ju lutem. Nuk është duke qarë për atë, bi. Ozani gjete mënyrë tjetër për ta mërzitur nënën e tij. Ozani po ikën Berçin. Po e lë shkollën. Po ikën? Ku? Pse? Sepse Aslı po ikën. Nuk e pa të arsyeshme të rinte pa të. Kur mendova se e kisha fituar djalin, e humba përsëri. Ozan, E çfarë dëshiron? kjo që do bosh është krejt si shgabim, po e shkatron të ardhmen tënde. E që kur na pas ke nisur ti të merresh kaq shumë me të ardhmen e të tjerëve? A ja the dhe Asës këto gjëra? Doja thosha dhe asaj po të më dëgjonte. Por zonjusha nuk ishte në shumë qejf, Ozan. Ozan, dëgjo, mos shko. Të lutem. A e di në çfarë gjendje është nëna jote poshtë? A e di këtë? Dhe çfarë do të bësh nëse shkon? Do ikësh të fshihesh? A kjo është zgjidhja jote? Atëre i profesor Tariku se s'do të kisha fare mëshinë ndaj teje. Me mua mos u merr më. Wow. Vajza e profesor Tarikut. Do me thënë, s'qen ka mas, shoqja jote. Do me thënë, miqësia jon dhe kujtimet tona s'pas kanë asnjë lloj vlere për ty, apo jo, Ozan? Berçin, dil nga dhoma ime.
Ik! Para se të fillojmë votimin, kam disa fjalë për të thënë. Në proces verbal shoh se keni diskutuar për studentët që shkruan në muret e mesët dhe gati sa nuk ja vun flakën, apo keni shkruar gabim. Por asnjëri prej tyre nuk mori ndëshkim. Zonja dhe zotrin. A u dëmtua i gjithë reputacioni i shkollës sonë për shkak një fotografie të dy të rinjve? Jo. Po flasim për të ardhmen e nxënësve tanë këtu. Mirë, le të themi se bëj një gabim. Kjo është shkollë. Ne jemi edukator. Detyra jonë është të tregojmë gabimet e tyre. Tu japim një shans për t'i korrigjuar gabimet. Detyra jonë është t'i fitojmë këta të rinj. Me vetimi që morët, nuk ja hoqëm vetëm ëndrat e shpresat për të ardhmen kësaj vajze të re. Kjo nxënëse që humbet, hyri në këtë shkollë me rezultatet më të larta, ndoshta do të diplomohet me nderime dhe do të përfaqësojë shkollën tonë më tutje. Ju keni thyer jo vetëm krenarinë e saj, por edhe krenarinë e familjes së saj, të cilët nuk ishin mundësi ta shkollonin. Tani, kjo vajzë e re po largohet duke lënë pas një mundësi të shkëlqyer. I hoqet një shans që nuk i ishte dhënë, por që e fitoi me gjakun dhe djersën e saj. Ju sugjeroj ta rregulloni këtë gabim para se të jetë tepër vonë. Me çfarë gjendje është, doktor? Kishte qenë në prag të vdekjes. Trupi i saj pati një reakcion alergjik. E sollët pikërisht në kohë. Nëna juaj ju ka jetën borxh. Nuk është nëna ime kjo. E kam fjalën, nuk e njoh. Zoti të bekov të birë ty. Qoftë e kaluar. Faleminderit. Si je, teze? Zoti t'i plotësoj të gjitha dëshirat. Faleminderit. Në rregull, vajza ime, nuk do i ndodh gjë Nuranit. Dëgjoj, e kanë quar tashmë në spital atë. Eylül, mos u mërzit. Kushdo që ja ka bërë këtë tezë Nuranit, do t'i kërkoj llogarinë në këtë botë dhe në tjetrën. Vërtet ashtu? Ty? Ozan, birë, të lutem. Mos u mërzit ka shumë. Nuk është dhe fundi botës. Pastaj jemi mësuar të jetojmë kështu. Nuk mund të mësojmë, birë. Unë nuk mund të mësojmë kur të rri pa ty. Mos shko. Mos qaj tani. Mos se mërzit veten. Dhe mos lejo që askën tjetër të mërzis. Kam për të telefonuar çdo ditë. Nën, të lutem. Ozan? Mirëpafshim, birim. Rrugë të mbarë.
Hajde, të lutem. Mos bëj kështu. Hiq asgjë nuk do rregullohet. Gjithçka është e tmerrshme. Ozani po largohet. Jo, ne do ta mendojmë ndonjë plan. Do të gjejmë ndonjë mënyrë për të mbajtur Ozanin këtu. Jo, po të thema, nuk e kupton ti? Jo, nuk ka rrugë tjetër, nuk ka. Ozani po ikën nën, Ozani po ikën. Edhe ty? Edhe të gjitha nga ty i urrej të gjitha planet e tua. Asnjëherë nuk funksionon asgjë. Unë dua të ri vetëm. Nën thjesht ik. Ik ande. Nuk mund të ri këtu asla. Që kur vdiqi i matë kjo shtëpi u bë ferë për mua. Pasa erdhe ti. Dhe fillova që të ndihem si në shtëpinë time. Xhaxha Tarik? Ozan, ku jeni ju? S'lash vend për ju kërkuar ty dhe asthën. Nuk e di si erdha deri këtu nga shkolla për të dhënë lajmin e mirë. Lajmin e mirë? Po pra, profesori juaj Fatihu e bindi bordin, dhanë vendim tjetër. Asnjëri prej jush nuk u penalizua, as bursa e astës nuk u ndal. Mund të ktheheni në shkollë. Vërtet e ke? Po, i detyrohesh një falënderim të madh Fatihut. Xhaxha Tarik, ky është lajm i mrekullueshëm. Por asta do ketë kur tani. Autobusi do ketë kohë që është nisur. Atëherë hyp. Do e ndalim autobusin. Këto janë ilaçet, thuaj familjes që t'i marrë. Mirë, do t'i marr. Por Teza do mbetet vetëm kur tiki. E kam fjalën s'do i ndodh gjë, po jo. Birë, ky është spital. Po, keni të drejtë. Mirë, unë po shkoj t'i marr ilaçet. Jam vajza e Nuran Nugurlu. Nëna ime është shtruar në spitalin tuaj. Po e verifikoj me njerë? Nëna juaj është pranuar në shërbim, dhoma numër 362 në këtë kat. Bie ime? Ja, hap pak, do ta qetësoj stomakun. Do të ham sup kur të ndalojmë. Nuk më do shpirti as zhënën. E ku mund të jetë kjo autobus? Do jemi afruar shumë. Sipas kompanisë autobusëve, sapo do t'jenë nisur për nga Ankaraja. Nën? Çfarë të ndodhi ty kështu?
Oh, djalin pa takt jeti. Zemër, ti erdhe? Unë jam nën, unë. Ti si e, a je mirë? Ai, Nuran e dashur, të betohem, ishim aq të shqetësuar sa që nuk e di as vetë se si a dolëm që të vinim deri këtu, nuk e di. Shërim të shpejt, teta Nuran. Kush ta bëri ty këtë? Ato goditi në kokë? Më thuaj kush e bëri dhe unë do të bëj çfarë të jetë e nevojshme. Është faji nënës tënde, birë. O, zoti madh, çfarë fjalësh janë këto, Nuran e dashur? A do të lëndoja unë ndonjëherë me vetë di e ty? Razeti, kishe futur diçka në çajin që më dhe më shkaktoi reakcion alergjik. Më shpërlan në stomakun. Doktori tha se mund të kisha vdekur unë. O, zoti na ruajt! Por Nuran, nga ta dia unë ty që ky çaj do të shkaktonte ty ndonjë reakcion alergjik, vërtet mendon se do të ta kisha dhënë? Në rregull, shpirt, në rregull. Mos u mërzit ti. U bë tani më kjo. Faleminderit Zotit. Më solli atë djalin dhe më shpëtoi mua, më shpëtoi jetën. Kush të solloi ty këto? Çfarë të them, zemër? Ishte një djalë i ri. Ishte aq i sjellshëm, aq i ndershëm. I shkreti më mbajti deri këtu në krah mua. Dhe tani sa po shkoj të më marr ilaçet. Zoti i dhënë atij çfarë të dëshiroj. Ç'punë pas ke bërë, kush do qoftë do e bënte të njëjtën gjë. E bekovët Zoti atë që të solle. Oj, nëna ime. Zemra ime. Aga, më pas ke thirrur, por se kam dëgjuar. Po, të thira. Pata një aventurë të vogël. Çfarë u bë? Do të them kur të kthehem. Më duhet të marr ilaçe. Këtu s'paska. Më duhet të shkoj një farmaci tjetër. Kush është sëmur? Mos ndoshta nusja? Jo, s'ka të bëjë me të. Do të flasim për këtë më vonë, rregull? Aslı! Qarë po ndodhë përse? Po i bje Boris kë? Që po bon këtë djallë? Që është kjo punë? O, zot. Aslı Ozani Qenka. Kapiten, dalo, do të pësojmë do një aksident. Makina e profesor Tarikut? Aslı! 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 Aslı? Ozan, ti a je çmendur? Çfarë po bëni ju këtu? Nuk ke për të shkuar askund. Pse? Sepse bursën e ke ende të vlefshme. Nuk je ndëshkuar. Biles asun. Çfarë? Si ashtu? Bordi ka mbajtur mbledhje tjetër. Profesor Fatiu dhe profesor Tariku i bindën të gjithë. Të dy mundemi të kthehemi në shkollë. Nuk mund ta besoj. Nën, a e dëgjove? E dëgjova, bihi e dëgjova. Hajde, hipni në makinë ju të dy. Ozan, merri valizhet ti. Do të kthehemi së bashku në Ankara. Shofer, hape pak. Vëlla Dursuni të bëri të fala. Faleminderit. Faleminderit edhe ty, Vllashko. Po ku do t'i gjej
Para tani më thuaj, s'kam, jemi burgosur. Dursuni tha që s'bën diferencë brenda jashtë, ke një javë kohë. Mirë, në rregull, por ki pak mëshirë. Sansën gjyqësore e kam pas një muaji. Ku do t'i gjej parat? Një javë. O, Zot. Ç'të bëj tani unë këtu? Me siguri do më vrasin. Me siguri. Profesor, e sollut deri këtu, më lejoni ta marr unë tani. Jo, nuk bën as pak, është shumë e rëndë, do ta mbaj unë. Profesor, duke shumë i lodhur, pi ndonjë gotë ujë. A dëshiron edhe ti? Patjetër. Ozan? Ozan? Qenë ke kthyer? E dija se do të ktheheshe. Vajz, je me fat, s'do humbasësh asnjë nga miqtë e tu. Ozani dhe Asla u kthyen. O, Zot, që në mëngjes që po dërdëlli, dër. S'më le fare të pëshoja. Nuk dhe hap fare. Mimtas, Ozani po kthehet. Tani sa po e pash nga balkoni, djalimi dashur. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe shpirtim. Eja. Kalo shpirt. Berçin, Çfarë po ndodh? dënimi i Aslës dhe Ozanit u anulua. Shkuam dhe i morëm Ozanin dhe Aslën. Mendova se do të gëzoj kur t'ja tregoja lajmin. Po Berçinit ju nxi fytyra. Mendova se Asla dhe Berçini ishin në marrëdhënie të mira. Mos ka ndodhur diçka mes tyre. Çfarë mund të ndodh mes vajzës ime dhe asaj vajzës varfnjake? Mos u bëj çesharak tarik. Nuk po mundem të shpëtoj nga ty. Nuk po mundem të shpëtoj. Jenë gjitur pas me si balë, s'po shkëputesh nga unë, të urrej. S'po mund të heq qafe. Mjaft? Zoti e malkuar qoftë. Qetso, e ke posh baban tënd, po pyet se çfarë është kjo zhurmë tani. Të paktën Ozani u kthye. Për sa kohë që Aslı është këtu, nuk ka rëndësi nëse Ozani kthehet apo jo. Duhet ta kishim hequr qafe që kur vodhi babai i saj manshetat. S'do kishin ndodhur të gjitha këto gjërat. Në rregull, mos u shqetëso. Mund ta heqim qafe ende ne. S'kemi mbaruar ende me atë vajzë. S'ka problem. Ai, Nura, në dashur, betohem, në Zot më vjen shumë keq mua, shumë keq më vjen. Dëgjo, sa po të dalësh që këtu, do të ushqej si një foshnje me duart e mia und. Hajde ne të dalim jashtë, ta lëm në... Apo na ndjek nga pasti? Sa heri kemi mbushur e zbrazur këto deri tani. Nën, unë a mund të dalë 2 minuta vetëm? Ku po shkon shpirt? Ndaja do të vi së shpejti, ri në shtëpi. T'ja shpjegojmë situatën kur të mbri. Ozani më dërgoi një mesazh, donte të takoheshim. Do kthehem para se të vi Daja. Bija ime? Eja këtu tani. Dëgjo zemër,
Ne u kthyem këtu që ti të studiosh, por të diplomoheshe dhe të gjeje një punë të mirë, jo që të mund të ribashkoheshe me Ozanin. Su kthyem këtu për atë zemër. Në rregull, Ozani është djalë i mirë, edhe nëse bën gabime të paktën i ndreq gabimet. Por ti nuk e ke më luksin të bësh as gabimin më të vogël. Tashmë na vjen turp para të gjithëve. Mos u shqetëso në shpirt. Nuk do të zhgënjej përsëri kurrë më. A nuk të thash të mos i afrohesh të vajzës? Çfarë A nuk të thash të mos i afrohesh vajzës? Ti këtu më thuaj tani. Koraj! Nuk të thash unë, a? Koraj! A? Lëshoje! Ky djalë ma shpëtoi jetën mua. Ti e shpëtove nënën time? Kjo Tezja është nëna jote? Do isha e vdekur po të mos ishte ky djalë. Por Nuran zemër, ky është djali që e rahu birin tim. Çfarë thua për hir të Zotit, Razie? A mund të rah ky djalë ndonjë njeri? Tani, vetëm para ca orësh u përshëndetëm pikërisht këtu. Dhe mendova se nuk do të shihja më asnjë. Edhin që më shem me gjithë bota. Tani, më duket sikur gjithçka do të jetë në rregull. Po ti si thua? Mjafa me budalliqe. Të premtoj se nuk do të bëjmë asgjë që të të mërzis ose të të lëndoj. Ne të dy nuk mund të jemi bashkë, Ozan. Unë nuk kam një jetë si e jotja ku mund të shkoj ku të dua dhe të bëj çfarë të dua unë, nuk e kam ashtu. Gati sa humba bursën për shkak të një gabimi të vogël. Nuk mund ta përballoj humbjen e asaj burse, Ozan. Në atë shkollë unë kam gjithë jetën time dhe të ardhmen time. Është e vetmja mënyrë për të shpëtuar veten dhe nënën time. Ja kam borxh nënës time këtë. Përveç kësaj, më dhem pse herë që e shoh Bergjinin. Nuk dua t'ja bëj asaj këtë. Nëse do të jemi ndonjëherë bashkë, dua ta bëj pa lënduar askënd, pa e thyer askënd dhe pa e futur në rrezik të ardhmen time. Dua që ta mbaj kokën lart. Zemra ime, vajzë ime ëmbël, që ka rritur do me thënë. Hajde vetëm një javë. A më mban men mua? Gruaja ti profesorit. Gruaja. Gruaja e profesor Tarikut. Po. Gruaja e profesor Tarikut.
Çfarë ke gruaja, profesor Tarikut? Çfarë të solli tani këtu? Unë kam një ofertë për ty. Një ofertë? Çfarë oferte? Do të nxjerr unë ty nga këtu. Por në këmbim, dua që të bësh edhe ti diçka për mua.